Banorët e disa fshatrave në njësinë administrative Melan në Bashkinë Dibër kanë protestuar për mungesën e sigurisë në lotin e 3 të rrugës së Arbrit afër Peshkopis. Banorët thonë se që me ndërtimin e rrugës, fëmijët që shkojnë në shkollën e cila është pak metra larg rrugës nuk kanë asnjë siguri. Sipas banorëve, automjetët ecin me shpejtësi të lartë duke rrezikuar jetën e të gjithëve kalimtarëve. Banorët e fshatrave Melan, Pjeç e Pek thonë se rruga është kthyer në rrugë vdekje për shkak të shpejtësisë së lartë me të cilën qarkullojnë automjetet. Po ashtu banorët thonë se prej një viti janë edhe pa ujë vaditës pasi kanalin e dëmtoi ndërtimi i rrugës së Arbrit. Ata kërkojnë që të vendoset kufizim shpejtësie në këtë zonë dhe sinjalistikë nevojshme, pasi po rrezikohet jeta jo vetëm fëmijëve, por edhe gjithë banorëve që e përdorin këtë rrugë. Problemi kryesor por ne është dalja rrugë kryesore këtu nuk është bë siç e kërkon rregulloria. Se fshati Grev, Tren kanë bë hapësirat e veta për të kaluar për të futur në rrugë kryesore. Ne kur vim me fëmijë shkolle duhet me prit 10 minuta se shpejtësia do të rresh 10 minuta me makinë për dalë rrugë, burim aksidenti. Fshati quhet Pjeç, Pek, janë dy fshatra. Një fshati Pjeç është mbi 200 familje ka fshati Pjeç. Çdo ditë është burim aksidenti, çdo ditë. Edhe fëmijët është problemi i madh edhe për fëmijët, se shpejtësia jashtë masë e lartë. Jashtë masë e lartë shpejtësia, nuk zbaton kërkush. Me mall të vinë fëmijë që të dalin nga shkolla, rrejmë e i presim e i marrin përdore fëmijët i fuzin fugon. Kemi problem se jemi di fshatra, 1000 banor, jemi mëshirë të fatit, që kjo rrugë nuk ka sinjalistik, kjo rrugë nuk ka hapje. Këto del familjari me veti 5 dhe kanë vu hekat për vdekje, kjo rrugë vdekje. Kësaj nuk i thonë rruga Arbrit, rruga e vdekjes, që vdesish para kohe. Këto jemi në rrugë vdekje. Firma nuk e bën. Inxhinjeri hecën, hikën, 100 euro dhe ka marrë dhe plaku djenë telefoni, ka thonë pëse së ndërhidhe në rrugës, është bë Greva, o bë Tren, o bë Meloni, o bë Erbeli, o bë Trepçe, i bë gjitha fshatrat, vetëm kjo. Çfarë i ka bë ki popull, 1000 banor kësaj firme, që nuk ndërhin, as tabel, as një send. Dalim ke rruga shkollës, dhe dalim 300 zonë, se rrugë shkolle nuk ka hapje, nuk ka shikim. Dalim ke via Vadice, 1000 vjet vi Vadice, Vadisin 25 vet, fermer, jëm pa ujë ka një vit, ka prish firma ujti, nuk ka vaditje. Jëm me 80 dëlim tokë, fermer, dhe s'kom ujë vaditje. Që o 1000 vjeqar, gjishka sra gjishka që më vi vaditje. Paro që ndërbanome, pra me nëzonës dhe në familjarë të fshatit Pjeç. Fshatit Pjeç o ki, po dhe Peka po, dhe të thot një fshat, mbi 150 banor, shpi, dhe thonë të shpia, projektusi, këtu diçka ndikon. Projektusi inxhinieri, nuk dënë, ose ka shkel. Deri në fogonat dhe mashine private që këtu ka, di fogonat fshati Pek dhe Qesh, që me në nëzonës. Pra oni fshat që ka banor, oni fshat që ka rrugëdalet, pra ti supozoj sa keq është këtu. Pse fshata qërë për rreth, ka tabela, si që ta kanë statistika të rregullta, këtu leshi shpejtësia nuk transferohet se këtu shëndetin dur, origjinal, nuk ka as partije, as qeverie, këto pushteti lokal. Dhe krye plaku, këto janë kot, miku im. Orë të derin protest, njësat ndryshët rruga si kura për të ndrejt. Gjëne mos këtu dhe plakë e unë i pari. Emi në gjurra, bipeke. Për asë rrugull nuk rregullohet rruga, protest të dalin se s'ban. Ako që vretë njëti. Ndërkohë kryetari i fshatit Pjeç, Sali Sula, tha se për këtë problem i është drejtuar Bashkisë Dibër, institucioneve të tjera, por nuk ka marrë zgjidhje. I gjendur në këto kushte, Sula tha se do të protestohet nga banorët. Po saj përket dhe si fshat, këtë rrugë vdekje për di fshatra, Pjeç Pek. Por arsye që ose lokalet, ose shkolla, janë objektet i kimi këtë qendrat të qendrës shtetësare, kimi ditë vëmë gjatë gjithë fshati ka nevojë për ta në këtë rrugë. Po shkolla. Edhe për ta në këtë rrugë. Për ta në këtë rrugë ndodhen bishmin e aksidentit të ndodhin. Kam shku ke kretaj bashkisë. Kam qenë ke policia. Kam kërku, edhe kam thonë që të deregullojmë. Besoj marrit kjo punë, që kërkojmë ne të bëjmë edhe protesta. Në ka thonë deregullojmë, në ka rrenë. Këto shkolla janë 4 fshatra që i vjen fëmijët, një. Janë lokalet që të shtetësare që i kemi dretë vërgjë, edhe ai si s'ka mundësi me shku e shtik makina, jashtë bë. Nuk ka dësht me vu. Ata thonë do të bëjmë, nuk na ka realizu. Rase nuk realizohet dhe të dali protest. E kam bëjë dhe për kërkesë nga ata të fshatit, me komisionin e fshatit, me thjesht nuk na ka realizu.
Të kërkim nga Ne shteti. moralizu se ka. Jo. Po nuk ka rezhu, kjo ne i fëmijët e shko të bëta shite. Ti fshatat, 1000 banorë, Ja, 1000 shiko edhe parë. vetë, shiko edhe vetë sa e vështiro. Çi? Rruga Kuto, ka ti, po ç'i të Sa e thonë rruga vdekjes, e rruga arbrit. Rruga e vdekjes. Segmenti i fundit i rrugës së Arbrit Herebel Peshkopi ka shkaktuar probleme dhe pakënaqësi nga banorët që janë prekur nga ndërtimi i kësaj vepre.